Objektet e ndërtuara pa leje edhe në tokë shtetërore apo muret e vendosura pa leje paraprake e që kanë pasur dëme gjatë vërshimeve të fundit nuk do të jenë në pjesë e planit për kompenzim të dëmit nga ana e komunës së Tetovës. Pika më kritike paraqitet rrugat e banjës pra Tetovë deri në banjën e qytetit. Pika tjera janë më shumë në parcela private dhe objekte private ku fatkeqësisht një pjesë e tyre janë të ndërtuar pa leje, ku e ka vështirë edhe komuna edhe qeveria për të intervenuar. Po, për shkak se rruga e banjës paraqet rrezik për qytetarët, që nga dita që kanë filluar të rreshurat e shiut, domethënë ne kemi formuar një ekip apo stafat që është për çdo ditë është në terren dhe kujdeset për rrugat e jetë kalueshme. Kryu i komunës Bilal Kasami kërkoi nga qytetarët që të mos ndërtojnë në tokë shtetërore dhe pa leje apo pa matje të adekuate, pasi do rrezikojnë në familjet e tyre dhe të fqinjeve. Njëra për gjithmonë duhet të mësojnë qytetarët që ndoshta ju duket më e vërdishme që të ndërtojnë në pronë shtetërore në përkodrinat e qytetit të Tetovës, por këtu komuna dhe shteti kanë të pamundur që të intervenojnë me investime, sepse për të investuar komuna duhet plan, duhet projekt, pra duhet që ajo të bëhet me standardet që i kërkon ligji dhe që i kërkojnë kushtet e ndërtimit. Kasami paralajmëroi se me përmirësimin e motit në rrugën e banjës do të intervenohet me heqjen e dheut dhe gurëve të mëdhenj në disa pika ku rrëshqitjet janë të shpeshta.